Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës, përfaqësues të besimeve të ndryshme fetare, si dhe qindra qytetar, kanë protestuar këtë të njëjtë përpara parlamentit kundër projektligjit për barazinë gjinore. Ata i kanë kërkuar deputetëve të parlamentit shqiptar të votojnë kundër këtij projektligji, i cili sipas tyre kërcënon familjen, si dhe është kundër traditave të familjes shqiptare. Sipas këtij projektligji, termi gjini ka kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë dhe mos diskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore, por protestuesit e kundërshtojnë votimin e tij në parlament. Pastori Akil Pano u shpreh se kjo që po ndodh është rast unik në botë, që mazhoranca politike e një vendi tradicional si Shqipëria hedh një projekt ligj për ta votuar në kundërshtim me vullnetin e votuesve të saj. Ne jemi sot këtu për të thënë jo shkatrimit të fëmijëve, shkatrimit të familjes. Ky projekt ligj nuk trajton vetëm çështje barazie. Ky është projektligj më i tmerrshëm se sa rrëmbimi i pronës. Flasim për rrëmbimin e fëmijëve, flasim për rrëmbimin e jetës. Të gjitha këto janë brenda këtij projektligji që vjen nga Ministria e Antishëndetit. Nga Ministria që quhen vetëm Ministria e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social, por që nuk është në gjendje të kurojë gratë smuara me kancer tek onkologjiku. Ka ardhur koha që shqiptarët të bëjnë bashkë dhe të bëjnë ballë. Thagmës që kërkon të shkatërrojë historinë tonë, traditën, fenë, kulturën, gjuhën, martesën, familjen, fëmijët. Edhe qytetarët e kundërshtuan këtë projekt ligj, duke u shprehur se bie ndesh me kodin e familjes. Ata kanë paralajmëruar se do të përshkallëzojnë protestat në rast se një ligj i tillë votohet në parlament. Ky ligj na dhunon të drejtën tonë që kemi për lirinë e shprehjes, për lirinë e besimit, për lirinë e ndërgjegjes, për lirinë e mendimit. Unë dua brez pas brezit të jetë burrë dhe grua dhe jo grua me grua. Këtë dua unë. Kam ardhur për këtë të kërkojnë drejtat e kësaj. Gjinit i ka vënë dy, burrë dhe grua. Familja është e shenjtë, politikë sorosiane që të përzihet, po të zhduket familja, të zhduket identiteti, të zhduket tabani i familjes shqiptare. Është kundër familjes, kundër kombit, kundër besimit në Zot. Kombi ynë nuk ka nevojë për një ligj të tillë që e komplikon jetën në Shqipëri. Ne besojmë që duhet bërë më mirë. Protestës ju bashkoi edhe lideri i opozitës Sali Berisha, i cili ka mbajtur të njëjtin qendrim kundërshtues për këtë projekt ligj, që sipas tij bie ndesh me kushtetutën e vendit, si dhe përmbys de facto kodin e familjes.